Prokuroria e Përgjithshme ka publikuar ditën e sotme bilancin e ndërhyrjeve penale për zgjedhjet e 11 majit. Hetimet përfshin 47 procedime në 12 qarqe të vendit. Sipas të dhënave zyrtare, hetimet janë përqendruar tërësisht në Tiranë dhe Dibër, ndërsa procedimet penale janë hapur në të gjitha qarqet e vendit. Sipas raportit të publikuar më 24 maj, burimet e kallëzimeve kanë qenë të ndryshme. Policia gjyqësore ka referuar 64 raste, SPAK 17 raste, subjektet politike 9 raste. Kallëzimet të nisura kryesisht janë 11, ndërsa qytetarët kanë depozituar 6 kallëzime. Nga këto, janë regjistruar 47 procedime penale për vepra që përfshin blerjen e votës, pengimin e votimit, falsifikimin e dokumenteve zgjedhore dhe shkelje të tjera të rënda. Tirana kryeson me 33 kallëzime, ndjekur nga Dibra me 17 dhe Elbasani me 12. Arrestimet janë kryer në Tiranë, Elbasan, Lezhë dhe Fier, ndërsa procedimet penale janë hapur në të gjitha qarqet, me përqendrim më të madh në Fier, 7 procedime, Elbasan, 9 procedime dhe Dibër, 7 procedime. Gjithashtu raportohet për hetimet që lidhen me shpërdorimin e detyrës, duke ngritur dyshime për përfshirjen e zyrtarëve publik në manipulimin e procesit zgjedhor. Kallëzimet e mësipërme janë regjistruar 10 në prokurorinë Fier, 5 në prokurorinë Sarand, 4 në prokurorinë Durrës, 33 në prokurorinë Tiranë, 3 në prokurorinë Gjirokastër, 4 në prokurorinë Kukës, 8 në prokurorinë Lezhë, 17 në prokurorinë Dibër, 2 në prokurorinë Vlorë, 4 në prokurorinë Korç, 3 në prokurorinë Shkodër, 12 në prokurorinë Elbasan dhe 2 në prokurorinë Berat. Nga kallëzimet e mësipërme janë regjistruar gjithsej 47 procedime penale për veprat penale të parashikuara nga nenet, 325, 326 fraksion A, 327, 328 fraksion A, 328 fraksion B, 329, 329 fraksion A, 331 fraksion A, 332 fraksion A të kodit penal. Procedimet penale janë regjistruar në prokurorinë pranë së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier, gjithsej 7 procedime, 2 procedime për veprën penale të parashikuar nga neni 325 i kodit penal, një procedim për nenin 328 fraksion A të kodit penal dhe një procedim për veprën penale të parashikuar nga neni 328 i kodit penal, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Ky bilanc zyrtar vjen në një kohë kur akuzat për manipulime dhe blerje votash kanë qenë të shumta, veçanërisht nga opozita dhe aktorë të shoqërisë civile. Megjithatë, mbetet për tu parë nëse këto hetime do të çojnë në dënime konkrete apo do të mbeten në nivelin e statistikave. Transparenca dhe ndëshkimi i shkelësve të ligjit zgjedhor janë thelbësore për besimin në procesin demokratik dhe për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme në të ardhmen.